nuk jam shquar ndonjëherë për të pasur emocione, për të folur në publik apo për deklarata, por besomni që ky është takimi më emocionues që kam pasur ndonjëherë. Këtë emocion nuk e kam përjetuar as kur kam fol këtu për herë të parë. Dhe nuk e di nëse ky emocion vjen prej faktit që këtu kemi një copës Shqipërie të rinj përfaqësues nga gjithë trevat e Shqipërisë, vjen prej energjisë që ju na transmetoni, apo për shkak të përgjegjësisë që ne ndjejmë kur ju kemi përballë. Dua t'ju them vetëm një këshill: guxoni që të ndroni. Nëse ju ndroni, patjetër që do të keni objektiva për të ardhmen. Shqipëria Europiane është vetëm një hap larg dhe ju nuk do të jeni spektator apo ata që do ta shikoni prej televizorit apo prej së largu, por do të jeni nismëtar, do të jeni luftëtar, do të jeni pjesë e ekipit që e çon Shqipërinë drejt ëndrrës së madhe europiane. Altea tha që ndjej e privilegjuar që ishte këtu, në fakt të privilegjuar ndjehemi ne që sot ky parlament frymon ndryshe, dhe shpresoj shumë që energjia dhe entuziazmi që ju keni, copëza prej të cilave të mbeten gjatë në këtë sallë e të na shoqërojnë për gjatë gjithë legjislaturës që do të ndjekim në vazhdim. Gëzuar 8 dhjetorin, qofshi gjithmonë kaq rinor dhe me kaq shumë energji pozitive brenda jush. Shumë faleminderit që të gjithëve. Faleminderit zonja Zaka. Fjalën përshëndetse për diskutim e ka zoti Dashnor Veizaj. E nderuar zonja nën kryetare, i nderuar zoti drejtues i seancës, të nderuar deputet, të dashur vëllezër e motra, sot pas 6 vitesh rikthehem në Kuvendin e Shqipërisë në këtë sallë për të mbajtur fjalën time me premtimin dhe me bindjen ndaj vetes se rinia shqiptare do të ketë zërin e saj të merituar në vendimarrje. Sot më shumë se kur dua të flas për pjesëmarrjen aktive të të rinjve, për sfidat, për sukseset dhe për rrugën që duhet të ndërtojmë bashkë. Dita e rinisë 8 dhjetori është një nga datat më të rëndësishme në kalendarin historik të Shqipërisë. Është dita kur të rinjt shqiptar me guxim dhe vendosmëri ngritën dhe rrëzuan diktaturën më të egërt e Europës, duke i treguar botës se liria fitohet kur rinia çon përpara idealet e saj. Prandaj sot dua të flas jo vetëm për të rinjt, por me zërin e tyre, sepse vendi ka nevojë t'i dëgjojë fort. Të rinjt duhet të jenë pjesë e tryezave të vendimarrjes, e jo spektator nga jashtë. Dhe një nga format më të rëndësishme të përfshirjes së tyre janë këshillat vendor-rinor. Në mënyrë të veçantë duhet të theksoj me krenari se Bashkia e Lushnjës ishte e para në Shqipëri që ngriti KVR-n, duke u bërë model kombëtar për angazhimin rinor. Aty nisi një praktik e re komunikimi, bashkëpunimi dhe dialogu mes të rinjve dhe pushtetit vendor. E po ashtu ne kemi fatin të kemi një deputete që gjithmonë është pranë nesh, të cilën unë e dua jashtëzakonisht shumë, por dhe të gjithë rinjtë e Lushnjës e duan jashtëzakonisht shumë. Kiduina, me ty e kisha. Por ne duhet të ecim më tej. Këshillat rinor duhet të kenë rol real në proceset e bashkisë, sidomos në çështjet si buxhetimi pjesëmarrës. Sot në qytete si New York apo Porto Alegre në Brazil, të rinjt pyeten drejt për drejt se ku duhet investohen fondet publike. Ky është modeli që duhet ndjekur në Shqipëri nëse duam që rinia të ndihet vërtet pjesë e vendimarrjes. Megjithatë, sot dua ta them hapur, pa asnjë rezervë ndaj jush, sepse është diçka me cilën ju përballeni çdo ditë. Ka bashki në Shqipëri që i shohin KVR-t vetëm si formalitet. I thrasin të rinjt për takime, bëjnë fotografi, japin premtime dhe e lënë gjithçka me aq. Nuk i marrin seriozisht propozimet e tyre. Çdo njëri prej jush është ndjerë njëherë i zhgënjur që nuk është marrë në konsiderat ajo çka ju keni thënë, apo nuk jeni ndjerë si partner të këtij procesi. Ata shpesh na shohin ndonjëherë si një detyrim administrativ, por kjo qasje duhet të marrë fund. Të rinjt nuk janë punë angari për të mbushur bllokun e detyrimeve.
Të rinjtë janë kapitali më i çmuar i çdo qyteti dhe duhet të trajtohen si partner strategjik në zhvillimin lokal. Dhe pikërisht sepse shpesh nuk dëgjohen sa duhet, shumë të rinjt zgjedhin të kërkojnë mundësi jashtë vendit. Emigracioni është një sfidë e njohur për të gjithë ne. Dhe mënyra më e mirë për t'i zënë zgjidhje është forcimi i dialogut dhe përfshirjes së rinisë në vendimarrje. Nëse duam t'i mbajmë të rinjt këtu, duhet kryejmë hapësira reale për të kontribuar dhe për të ndikuar në zhvillimin e vendit. Të rinjt nuk largohen nga padëshira për të qenë pjesë, por shpesh nga mungesa e mundësive për të përfshirë plotësisht. Ndaj është detyrë e të gjithë neve që këtë ta ndryshojmë sot, në mënyrë që nesër të kemi një Shqipëri më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Në nivel kombëtar, Agjencia Kombëtare e Rinisë ka bërë një punë shumë të mirë në zbatimin e programeve, zgjerimin dhe rritjen e mundësisë për të rinjt dhe krijimin e hapësirave të konsultimit. Meriton të vlerësohet puna dhe energjia e çdo personi që punon aty, por edhe e shoqes së çdo të riu Sarës, që pas meje bëhet vlonjatja e dytë që e ka nisur karrierën në Lushnjë. Por Shqipëria ka nevojë për më shumë. Ka nevojë për një parlament rinor kombëtar, një strukturë të përhershme dhe funksionale, ku përfaqësuesit e rinisë nga çdo qytet diskutojnë dhe propozojnë politikat publike. Dje dorëzova zyrtarisht kandidaturën time për Këshillin Kombëtar të Rinisë, një hap që e bëra me bindjen se kjo është mënyra më e mirë për t'i dhënë forcë dhe impuls ngritjes së parlamentit rinor. Nëse do të kem mundësinë të jem pjesë, ky angazhim do të jetë maksimal. Puna ime më e madhe do të fokusohet në fuqizimin e zërit të rinisë dhe krijimin e hapësirës ku çdo i ri të ndihet i dëgjuar dhe i përfshirë. Sepse një parlament rinor nuk është luks e as simbolik, është domosdoshmëri, është platforma që jep rinisë akses real në vendimarrje, siç e kanë vendet europiane dhe siç e kërkon dhe procesi ynë i shenjtë i integrimit. Për të përfunduar, dua të them se pjesëmarrja rinore nuk është e ardhmja, siç thuhet shpesh, por është e tashmja. Shqipëria moderne ndërtohet nga kreativiteti dhe vizioni i të rinjve. Ne duhet të punojmë çdo ditë që ky vend mos të humbas më asnjë zë të ri, asnjë ide të re dhe asnjë lider të ri. Dhe për këtë ka vetëm një rrugë, t'i japim rinisë rolin që meriton, t'i besojmë rinisë dhe të investojmë tek rinia. Faleminderit. Faleminderit shumë. Fjalën e ka zoti Erio Mile.